Allahu i lartësuar i thot profetit të vet sallallahu alaihi wasallam, dije se nuk ka zot që meriton adhurim veç Allahut, kërko falje për gabimin tënd dhe për besimtarët e besimtarët. Pra Allahu azza wa jall ja thot të fjalë profetit sallallahu alaihi wasallam në ajet, ku ja thot? Ja thot në Medinë. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam kishte kaluar 13 vite në thirrje në tauhidin, në madhërimin e Allahut të lartësuar në Mekë. Ku profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thirrur në këtë fe. Ku profeti sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët radhiyallahu anhum kishin nduruar për këtë fe, kishin luftuar, ishin përpjekur për këtë fe. E megjithatë, Allahu azza wa jalla në Medinë i përkujton pikërisht këtë temën e madhe të tauhidit profetit të vet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pra si po thot o Muhammed, ri për të rije çështjen e tauhidit, sepse është çështja madhështore e para dhe e fundit. Po kështu Allahu azza wa jall i thot profetit vet sallallahu alaihi wasallam, dhe ai është i ruajturi, i pagabueshmi, të shpallur ty dhe profetëve përpara teje, se nëse do t'i bësh sa do pak shirk Allahut, punët e tua do të zgjesohen, do t'i jesh prej të humburve, të dështuarve. قرار واسم